Përshëndetje ministër, a ka mundësi me kalu të tapeti i koq? Gjelali nuk po don me dal në tapet koq. Please! A do të me folë diçka veç? A do të me folë diçka veç? A do të me folë diçka veç? Pse? Se jo. Se veç këta ma profesionale. Pse? Se jo. Përshëndetje, jeni me emisionin më të ri, El Sorriente. Kjo është epizodi jemi parë, unë jam Ergjani edhe po besoj që zbashku kemi kalu shumë mirë dhe kemi vizitu shumë vende të ndryshme, gjithashtu me pa punën tem si aktor edhe aktivitetet e mia gjatë ditës. Kështu është fakulteti i arteve. Për ndryshe, sot shumë dita e mirë. Kishtë thonë, nishtë që jemi asoni jo vërant, po, s'po di, mirë. Më thonë ditë, me shku me qënej film, edhe jo me dalë, për në shtatë me dalë me kafe e mirë, dikon ku më në shpak. Me kafe të qetë diqka. Zebrat, që për shamull, i kanë qitë zebrat atje, tash do të me ardhë për me kalu, për ndryshe të shkelin kum s'ka doj kë internet, po jam i letë që kë marketi ledjen më pasën që të internet. Ciao bo bre. Kuku. Alo. Hej, që bre qëllë ma derën se s'pe di cili numër jeni. Haj, pret. Që erdha, haj. Duke që më rjo. Oj, zoti shpiz, bre. A po doni musafer? Oha! Mirë se na erdhe. Qka që kja, fasol me? Me mishviqi. Me mishviqi. Pite me porrea me spanaç. Me spanaç edhe kek. Po. Ose qek. Qek. Se këto e janë idiot, nuk o që me dojë. Edhe këtu kemi, Këto që kemi? kemi misht pulës. Dhe më thonë, për dy ftora pi harë. Edhe kemi orzo. E preferuara ime, orzo. Ja, s'pe di shame. Unë nuk e di që është orzo. Orzo është si lloj paste e vogël, që e imiton në fakt edhe orisin. Qërë me të ka pratë? Qe? Kjo kafja me lëngë gullash, ja? Me shka po e shërbeni këtë kafe? Me hudra. Këto dhe një torte, me qka ka tortja? Tortja është me semolina. Semolina. Është miell semolina, është miell i bajameve. me Edhe zjarë. kardamom. Është një mëlmes që përdoret në vendet arabe më shumë. Edhe ka shërbet
me lëng portokalli. Për ndryshe për mua është hera parë që jam të pi kafe me lëng gullashi. Edhe kjo tortja ushta bukur. Ekstrem bukur, shikoje. Për ndryshe rrugës e takova nxënësin tem. Edhe i kallzova për këtë tripin e ri që është të bo. Nice, dëqysh, sa zdi a kur e takova më ngjallen ato emocionet që i kom pas gjatë studimeve. Ku autobusi? Ta nëzo. Ke sholla e nëzo. Shpej. Autobusi. Ku sa njeri? Bruni dorën tani masanina. Këtu jemi në Fakultetin e Arteve, ku studiojmë master aktrim film dhe televizion, edhe jemi në njërën prej lëndëve të masterit. Këtu jemi tek profesoresha Agnes Nukshiqi, edhe lënda është art dhe performance, kështu që pjesë e episodeve të mia do t'jenë edhe pjesa e studimeve të masterit. Për ndryshe, me studiun në Fakultetin e Arteve, lëndë janë tepër atraktive, kështu që është tepër fan me i pa procesin edhe mënyrën se qysh na ndërtohemi si aktor. Jemi në teatrin kombëtar të Kosovës, ku po jepet shfaqja Streja e Nemu nga Ilir Bokshi, edhe njëna prej rutinave të mia është me shku në teatr, me pa shfaqje, sidomos kur je aktor, është e nevojshme me pa shumë shfaqje, po njërin kohë për mua si aktor është tepër relaksuese edhe është shumë mirë me bo rutinë që çdo javë të paktën një herë në javë me shku me pa një shfaqje ose me ndjek të gjitha shfaqjet që ipen në teatrin kombëtar, po edhe në teatre tjera, për shembull teatrin Oda, teatrin Dodona, po edhe në qytete tjera. Nejse, harrova më t'regu që gjithmonë unë kam një besht për mas që vjen me mu në teatr. Mas ju kry shfaqja, ka më shkojnë në vesh. Një qaj. Kakao. Shihemi. Përshëndetje, jeni me emisionin Elson Riente. Sot jemi në qytetin e Sarajevës. Pra nuk gjindemi në Kosovë, edhe po du m'je t'regu komplet të rjedhën se që ka ndodhë sa i përket këti udhëtimi. Përbes nuk e di se që na ka ndodhë edhe pse na si shtet jem të nëmt, po nuk është faj jonë, është faj i çështjeve politike. Për shkak që neve Bosnia nuk na njeh si shtet, edhe do të me marr viza në Shkup, sepse na nuk kena ambasadë të Bosnjës në Prishtinë, edhe kena shku fatmirësisht të premten na kanë dhënë vizat, po nuk guxojna me udhëtu ka Novi Pazari, sepse nuk na njohin pasaportën. Atë ditë kum rrim banesi, kum bu gati tishat, ku janë sirupi, ku janë ata, s'janë. Po, s'kum flejt heq, më qunë ora 6, kum dal me këshu një banatore, as një banatore, knej. Kur këna mrin në Podgoric, nuk e di pse, dyqysh si në Podgoric, shumë të ftoft, shumë nuk e kuptoj pse na Kosovar pju dogun pak si aliena, kupton. To jena me një workshop për teatr, është një workshop tepër i mirë edhe është shoqër që i
i përkas komunitetit artistik, edhe këtu artistët janë pak ma open-minded, edhe ma të hapun me bashkëpunu edhe me komuniku. Hajde me mu me shku me eksploru qytetin e Sarajevës. Tani jemi të prit tramvajin bashkë me kolegët, edhe po besoj që po shihni është shumë qytet të bukur. Sarajeva. Nëse kjo pjesa është pak ma larg qytetit, po do të më prit tramvajin për me shku në Bashqashia, ku është qendra e qytetit, më thonë është qyteti i vjetër. Për ndryshe, stil Jugoslav, nuk është nëj sen wow, i mirë. Për ndryshe këto do të më pagu. Këtu jena të pagu me marka. How much? Thank you. Tre pagujta një market të dhejt, që diçka po shika, po mirë, do më s'po di sa po vjen 90 cent. Jena tu i provu qëto qebapat te Zheljo Qebapnica. Jena bashkë me ekipën edhe po. Po vjen një farere shumë e mirë. Jena tu provu ajronin e shtëpisë. I mirë është. Yeah. Si Banja Lučki, a mu kjo e lira, tu janë më të mira. Jena tek një Oklagia, po që është Oklagia këtu? Jena të marrë një ëmbëlsirë kynefe. Këtu është një bar jazz shumë i mirë. Kështu që kështu ne. Jer upravo smo stigli.
We are from Kosovo. Opa, Po, neka, Bog hvala, dobrodošli. thank you. Shpresoj që ju ka pëlqyer epizodi i parë, gjithashtu edhe eksperimentet social, edhe shihemi episodin e radhës.